Qeveria është këtu dhe do të jetë në vijimësi me ju për ta mbështetur përpjekjen për ta vendosur eksportuesin në qendër dhe përpjekjen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien mes eksportuesve dhe shtetit shqiptar, duke e shfrytzuar AID-n si një stacion ku eksportuesit dhe institucionet shtetërore, duke filluar nga Ministritë përkatëse, takohen. Made in Albania është një markë cilësie dhe një pasaport për Bashkimin Evropian. E për këtë arsye, ne do të mbështesim fuqimisht dhe gjithmonë më shumë të gjithë ata që do të synojnë marrjen e kësaj pasaporte, ose më saktë gjithë ata që do të synojnë të japin vetes të pasaportë, duke hequr dorë nga ideja se konkurenca me çmim të ulët mund t'i çojë larg dhe duke u fokusuar tek konkurenca me standarde të larta, me standarde të certifikuara nga Bashkimi Evropian, për të krijuar më shumë vlerë dhe për të synuar fitim përmes vlerës krijuar në cilësi dhe jo sasisë për të kapur një vlerë të caktuar.